pas të informata, sidomos nga tereni, Çto terrenit po na interesojnë? se unë fakt si besoj edhe shumë anketave, sidomos zgjedhje lokale, e shoh një rikthim të fuqishëm të PDK-s në disa komuna. Për shembull? Mendoj që Partia Demokratike në ballotazh do të fitoj spaku në 6 komuna, do ta rikthej pushtetin Tunis prej Gjilanit, Vitis, Klinës, Shtimës, Lipjanit, Dragashit edhe Prishtinën për herë të parë. Edhe në Gjilan shihni balotazh? Po, gjithsesi. Edhe në Prishtinë? Po, patjetër. 7 komuna i rikthen PDK-ja. 6 i rikthen edhe 1 fiton. Prishtinën, se ka pas asnjëherë. Prishtinën e fiton. Po, rrezik e kemi komunën e Veriut, Zubin Potokut. Vetëm tek Zubin Potoku shihni rrezik. Po. Po në komuna tjera? Në komuna tjera veç udhëheqmi na me shumicën, kështu që Nuk shihni rrezik. që në zgjedhjet me certifikimin e zgjedhjeve PDK-ja do t'i udhëheq diku një 17 komuna. 17 komuna.